Realiti ngjan PDK-ja akoma një pjesë mendojnë se është një periudhë që vazhdon tranzicioni, pra nuk e ka gjetur liderin, edhe si një federat me grupime të caktuara. Kam lexu për këtë, kam dëgjuar dhe Albinin që ka bërë një deklarim, do të thoya të pabesueshëm. PDK-ja ka kryetarin e saj. Normalisht që ne i kemi të dy ish kryetarët e partisë janë në burg dhe ajo mos prezenca e tyre ka të metat e veta edhe në organizim edhe në vendimmarrje edhe në raportet në përgjithësi, por nuk është ajo që deklarohet që akoma jemi duke kërku identitetin. Ne kemi institucionet e partisë, kemi këshillin drejtues, kemi konventën e cila ka zgjedh Bedriun dhe po përgatitemi që pas këtyre zgjedhjeve ta bëjmë edhe kongresin e partisë dhe t'i bëjmë kuvendet nëpër degë dhe në ndeg. Kam edhe diçka të fundit në lidhje. Jemi vonuar me i bë zgjedhjet në parti, por po besoj që nuk ka ndonjë qefbeti se dihen problemet që kanë qenë, dihen situatat që ka qenë pas shkuarjes së Hashimit edhe Kadriut në Hag, pastaj tranzicioni me kryetar Enver Hoxhën, pastaj me Emri Krasnishin, tash është Betri Hamza. Do të thënë, duke mos i pas ndonjë fitore në zgjedhje dhe duke mos u vrejt ajo lidhshmëria ose suksesi i partisë me një lider të ri në planin e fitimit të pushtetit, atëherë e kalon i çik të zbet raportin me autoritetin që e ka pas Hashimi ose Kadria si kryetar të partisë me tre kryetarët që janë zgjedhur pastaj, sepse kuptohet janë një pjesë e madhe e anëtarësisë së partisë janë të lidhur emocionalisht me liderët të Partisë Demokratike që janë atje dhe pothuajse shumica akoma pyesin kur po vinë ata në Kosovë. Kështu që ka një dozë, po them, pakënaqësisë në brenda partisë, por ajo që është me rëndësi, ne në zgjedhje nuk kemi humbë votat. Votat i kemi ruajtur ato që i kemi pasur në zgjedhjet paraprake. Dhe kjo është një fuqi tjetër që na jep neve me besu që nëse angazhohet elektorati i Partisë Demokratike dhe anëtarësia e Partisë Demokratike, ne mund ta kthejmë Partinë Demokratike në udhëheqjen e shtetit. Zotja Lidi Mloni ta mbyll me pyetjen që bëjnë qytetarët që ju e thatë edhe pak më lart. Kur po vinë ata, por keni shpresje me kthimin e tyre edhe në një angazhim politik për atë autoritetin e munguar që ju e thatë pak më lart që nuk ka gjetë qetësi partia nga leadershipi që ka pasur deri tani, por edhe nga zgjedhjet që mund bëhen, se po ata njerëz janë aty dhe po të kishin spikatur deri tani do kishin spikatur. Po, por ne duhet me i elektrizu njerëzit tonë dhe duhet me i angazhu në fushat. Kjo është ajo që duhet. Ajo se kur do vinë, i kemi, është prit që mund të nxjerrë një vendim me duket 19 maj kanë pas, për afërsisht, kështu. Dhe tani është shtypur korrekt, unë po besoj që as në korrekt nuk ndodh, mund ta shtyjnë edhe për shtator, por ne jemi me shpresë se ata do të lirohen pafajshëm. Tek angazhimi politik më pas, besoni më shumë tek Thaçi apo Veseli?
Unë po besoj që ata janë të angazhuar edhe atje politikisht. Janë të angazhuar. Po sigurisht që janë të informuar për atë që po ndodh në Kosovë, japin mendime edhe publikisht, kështu që angazhimi është s'mund të themi plot, sepse me qenë i plot duhet me qenë çdo ditë në punë, por dinë gjithçka se çfarë po ndodh dhe kanë mendimet e tyre dhe për ato që ndodhin. Pra ju nuk besoni që do bëjnë një periudhë pushimi pas rikthimit, po do jenë në front. Ata le të vinë, le të vinë të shtëpia, le të smollen që do kthehen. Dhe nuk mund të them që do të sillemi siç ndoshta mendojnë disa, por procesi është proces. Po besoj që ata do të kthehen Partinë Demokratike, në qoftë se nuk kanë ndonjë ndalesë ligjore dhe do të japin kontributin e tyre. Në qoftë se hyjnë në proces zgjedhor, me siguri që do të zgjedhen aty ku kanë qenë. Po e mbyllim me këtë atëherë edhe me shpresën sikur besojnë edhe qytetarët atje dhe jo vetëm që të rikthehen të lirë në Kosovë. Zoti Halitit falenderoj shumë për bisedën. Jam mirënjohës shumë. Faleminderit juve. Mirupafshim.